Një nga 5 shqiptarët që u evakuan nga zonat e konfliktit në Izrael, 2 prej tyre kanë arritur në kryeqytetin shqiptar Tiranë, duke u shfaqur në gjendje të mirë shëndetësore. Ata u transferuan më parë në Egjipt, ku qëndruan për një ditë dhe mëngjesin e sotëm, 18 qershor, u nisën drejt Greqisë. Ministria e Jashtme ka konfirmuar se 3 prej tyre kanë vazhduar udhëtimin dhe tashmë ndodhen në Shqipëri. Njëri prej tyre pritet që të arrijë në vend këtë mbrëmje, ndërkohë personi i 5, i cili ishte rezident në Greqi, nuk do të kthehet në Shqipëri por do të qëndrojë në vendin fqinj. Në njoftimin zyrtar thuhet se Ministria e Jashtme dhe misionet diplomatike kanë ndjekur nga afër çdo fazë të evakuimit, duke siguruar qytetarët shqiptar të kthehen të sigurt dhe në shëndet të mirë. Evakuimi u krye në koordinim me autoritetet ndërkombëtare dhe lokale në vendet përkatëse, duke bërë kështu një përpjekje të organizuar për të mbrojtur qytetarët në kushte krizash. Ky proces vjen në një moment kur situata në Izrael dhe rajon vazhdon të jetë tensionuar, duke bërë të nevojshme evakuimin e qytetarëve të huaj në zonat e konfliktit. Shqipëria vazhdon të monitorojë situatën dhe mbetet në gatishmëri për të ofruar ndihmën e mëtejshme në rast nevoje.